Kjo është një protestë e fermerëve në Francë, të cilët kanë vendosur ta bëjnë kështu. Kanë mbushur disa kamiona me bajga dhe po I hedhin drejt institucioneve. Pra, institucioneve, makinave të policisë dhe makinave të institucioneve. Ide tepër origjinale, që mendoj se mund ta kopjojmë. Pra, meqense jemi në ditë protestash dhe me thënë drejtën aty ku ka gjëra që nuk shkojnë, është shumë e drejtë protestohet. Madje protestat janë një ushqim shumë I mirë për demokraci, në gjitha vendet e botës protestohet. Kudo, edhe në vendet më të zhvilluara se ne. Kështu që mos ju duket çudi që protestohet në Shqipëri, por normalisht protestat duhet të ketë domethënë një gjë që të mbetet ose të bëj bujë ose të kthejë vëmendjen e qytetarëve, të kthejë vëmendjen e institucioneve ndërkombëtare kështu me radhë. Pra gjithmonë protestat duhet të jenë të forta, të qëndrueshme edhe me ide. Si puna e këtyre në Francë.